Përshëndetje të nderuar miq, virtual dhe real. Nga këto që po shikojmë nga protestat këto ditë, shikojmë që slogani ndërkryesor dhe aty është poshtë komunizmi. Pra është ajo që ju kam thënë unë që aty janë shtresat kryesore të popullsisë që u shtypën nga komunizmi 45 vjet deri në vitin 90 dhe një pjesë tjetër që vinë dhe nga të majtët që e ndjen veten të papërfaqësuar nga këta marifetçinte, këta xhonglerët që kanë mbledhur rilindja dhe mjafti, sorosianët pra, dy shigjetat e Sorosit e majtat shqiptare. Dhe thelbi i lëvizjes është jo komunistët me në pushtet. Pra ata që sigurisht gjithçka do të caktohet me rregulla loje, me krijimin e partije politike, por ajo që me zgjedhje, me ndryshimin e kodit zgjedhor, po mos harroni që këta janë si janë e perka që edhe duke dhe në shpirt këta do përpiqen të kafshojnë. Dhe vazhdimisht sa herë të negociohet për gjithçka, këtyre duhet ja humbash presionin e popullit, se aty është shumica e popullit, prandaj e quaj populli. Ata kanë nga 5-6 veta nga mbrapa, duhet i llogaritësh të gjithë protestuesit, të gjitha rrethet në diasporë, edhe shumë që s'kan dalë, po që janë me protestuesit. Pra aty është populli, këta mund të kenë nga 60-70.000 antarë që kanë, ju kanë ikur nga 20.000, 30.000, edhe mund të kenë 100.000 antarë, përkthyer me 300.000 votues mund të kenë këta, të dy palët, ja 400.000 po për atër po ja u bej. Pastaj gjithë populli aty është kundër tyre, gjithë abstenuesit që kanë qenë këto vite janë shtresat antikomuniste, ato që dalin sot edhe thresin, edhe shtresat gri që ndjekin qeverisjen më të mirë midis dy bajgave të kuqe, ndiqnin njerë kush ish më e mira e momentit, dhe këto janë shtresat gri që lëvizin, që nuk janë interesat gjim, po e ndjen veten njerëz politik, kafsh politik si pas Aristotelit, dhe vazhdimisht kanë dalë dhe janë angazhuar, kanë zgjedhur midis dy këqijave një të keqen më të vogël që kanë menduar që mund t'i sillte vendit pak më dobi se shumë se sa partia tjetër komuniste. Tashi nuk mundet që në krye të lëvizjes aty që do krijohet të vijen fëmijë të nomenklaturës së kuqe të komunizmit. Është gafe pa parë, se është prapa ajo që ju kam thënë. Të vi ujku me këmbën e lyer me miell ty ke aty vendi ku qilari kurin kecat e vegjël. Prandaj do keni kujdes që kur t'i vendosni të jenë njerëz nga familje që s'kan qenë të lidhura dhe me partinë e punës, jo vetëm me PD-n dhe me PS-n, sepse PD-ja dhe PS-ja është partia e punës e ndarë, si që u kam thënë, PS-ja ka mbajti elektoratin, ke PD-ja dërguan hjenat, spionët, dallaveragxhintë, njerëzit më të kapur që kishte sigurimi shtetit, i dërguan dhe u futën dhe morën kontrollin me ndihmën e sigurimit dhe të aparatit shtetëror që kishte Ramin Saldia akoma në vitin 91. Prandaj këta mos e harroni, kur të propozoni emra, mos propozoni emra që kanë qenë të lidhur këto 90 vjet që më 44 me strukturat e pushtetit, se është kjo linjë në vazhdimsi që e solli Shqipërinë në këtë deregje, dhe që thonë ne kemi marrë me pushkë dhe me pushkë do ta lëshojmë. Prandaj keni kujdes kur propozoni emra shakatorësh e ku e di unë, shikoni që vinë nga partia e punës, nga nomenklaturë e lartë, se kush ka lindur nga macja do gjuaj për ming, mos harroni këtë, kanë edukatën familjare të trashëguar. E dyta, ka një tendencë ose bëri një thirrje Sali Berisha, i cili
nuk e ka problem të fus njerëzit dhe në luftë civile vetëm të shpëtoj shkëlzenin dhe vetën e vetë, dhe ata 10 vetat që ka rreth e rotull, për të vazhduar të mbajnë pushtet dhe të pinë gjakun shqiptarve, bëri thirrje që këta të Partisë Demokratike dalin në shesh, pa ato shenja, tha, por t'jenë aty në shesh për të justifikuar daljen e falangave të ti historike në momente decizive që ka pasur vendi, si ngjarjet e vitit 97, protestat me rastin e vrasjes së Azem Hajdarit, por edhe në raste tjera ku të dyja bashkë këto parti kanë nxjerrë falangat dhe të dyja kanë vepruar sipas filozofisë hegeliane, tezë, antitezë dhe pastaj në fund sintezë, ose krijo dy të kundërta që përplasen dhe pastaj jep zgjidhjen kur populli është i tmerruar. Kjo që bëri Sali Berisha në fakt është pak a shumë një prag për luftë civile që ai kërkon që të fusë konflikt midis protestuesve. Protestuesit nuk kanë dalë kundër Edi Ramës, po kanë dalë kundër dyshes Berisha Rama. Dhe çfarë do lloj lëvizje që të bëj Berisha, të ishet sikur është ai organizator, dhe sa do retorikë të përdor ta Oland Balla në parlament, ku thotë suksesi pari i protestës që është non grata Berishës, është që të krijoj idenë që do më thënë protestat i organizon Sali Berisha dhe protestuesit arritën lojra kalamansh dhe kujt do t'ja edhe një kokë shtypur që në vend të Jastekut ka pasur gur atje në tep, atje ku ka qenë dhe ka kokën e shtrembër dhe të deformuar, dhe ai pis do na futën edhe në konfuzion. Jo, nuk i fut njerëzit në konfuzion. Dhe tash do them pak fjalë për non gratën. Është gabimi dyfishtë dhe i dytë i Trumpit që në këtë moment hoqi non gratën e Berishës për të dhënë një mesazh kundër Ramës, të cilin e konsideron o të paft o tradhtar në lidhje me çështjen e Sazanit dhe Gërdesit, ku ishin përfshirë fëmijët e tij, dhe menduan që populli shqiptar është një popull lolo dhe sylesh që mund t'ja edhin kushdo qoftë. Asnjë s'merr dot tokat e shqiptarëve. Asnjë nuk merr dot tokat e shqiptarëve. Vetëm win-win, jo të vinë dhe të rëmbejnë. Dhe mos harroni që qëllimi ka qenë të ngrejnë geto për ata gjujshët e mbetur vërdall në për Evropë të pastabilizuar dhe që duan të afrojnë sa më shumë me Izraelin, dhe tokat më afër sigurisht janë dhe tokat shqiptare dhe greke, dhe kështu vepruan edhe në Qipro, morën gjoja për të bërë një resort dhe bën pallate dhe mbushën me 20.000 gjuhësh ka sot nga viti 2018 që u mor ajo, edhe deri sot janë shtuar 20.000 gjuhësh në Qipro. Ne nuk i kemi armiq gjuhëshët, edhe ajo ambasadorja e Izraelit bëri një provokim shumë të madh duke nxjerrë flamujt e Izraelit në aty do jenë vetëm flamujt e Shqipërisë dhe asnjë flamur tjetër. Dhe Izraeli është objekt i pakënaqësisë së turmës, sepse ne dim shumë mirë qëllimet e sionistëve, të cilët duan të glaberojnë Bregdetin shqiptar dhe ta mbushin me kolonë çifut. Kjo do ndodh vetëm kur të vdes shqiptari i fundit, se kur mashtruat palestinezët, ata ju besuan, po ne nuk jemi naiv si palestinezët, ne nuk ju kemi armiq, ne asnjëherë në histori nuk kemi patur përplasje me Izraelin, ta dëgjoja ambasadorja. Madje i kemi shpëtuar kur kanë qenë në një moment deciziv
jetik gjatë goditjes me nazizmin. Nga 700 veta, 800 veta që ka patur të gjuhësh në Shqipëri, më 39-ën, u bënë 15 deri 20.000 veta gjuhësh. Ka pasur familje të varfra që kanë mbajtur nga 10 gjuhësh, familje me fëmijë gjuhësh, me fukarallakun e tyre në mënyrë të fshehtë dhe nuk i kanë dorëzuar. Dhe kjo është burëria dhe besa e shqiptarit. Po ata nuk mund të përdorin fjalën besë për të na mashtruar neve dhe për të na hedhur. Edhe të vinë të marrin tokat tona. Sepse ne e dim që ata të gjithë i quajnë gojim, nuk kanë asnjë mik, asnjë popull mik. Të gjithë i përdorin dhe në fund i flakin. Dhe ne nuk do ta lejojmë këtë. Tashi problemi është që ne nuk i kemi armiq gjuhëshët. Ne nuk kemi armiq as arabët, e kam shpjeguar këtë. Ne nuk kemi preferenca në konfliktin që ata kanë. Për asnjë. E vetmja dëshira jona është paqja dhe heqja dorë nga lufta, ku nxitësi kryesor është sionizmi, i cili ka endër për të realizuar Izraelin e madh. Ne nuk ju kemi zgjedhur armiq, zonja ambasadora, ju na keni zgjedhur viktima, por keni kujdes se viktima duron dhe mund të kthehet edhe në armik. Prandaj armiqtë që keni ju dalin dhe i teprojnë dhe nuk është mirë që t'ju shtohet dhe një armik tjetër dhe një qeveri tjetër armike dhe shtet armik. Shikoni punën tuaj, ne s'ju ngasim, mos na ngisni, mos u vërtitni në trupin e popullit shqiptar dhe të shtetit shqiptar si ata gjarprind në të gjitha drejtimet për të na mbytur dhe për të na asfiksuar, se nuk keni për të arritur kur. Shikoni punën tuaj. Hajdeni këtu të bëjmë biznes win-win, por jo të na sundoni dhe të na vini shkelmi në fyt se gjetet një shuraq dhe gjetet një moment kur populli shqiptar ishte i përgjumur. Po Dragoi kur është i përgjumur, atëre e tregon fuqinë e tij më njëherë sa po e ndjen rrezikun. Tashi edhe njëherë, pse Trumpi bëri gabimin e dytë pas asaj që lejoi Jared Kushnerin, i cili nuk punon për i bankën, nuk punon për veten, nuk punon për familjen Trump. Ai punon për kauzën gjuhëshe. Ai punon është një nga njerëzit kryesor edhe aty në Shtetet e Bashkuara i familjes kryesore gjuhëshe që ka krijuar Izraelin, familjes Rothschild. Ai ka në agjendë vetëm dhe Ivanka këtu ose është përdorur me ndërgjegje ose është një naive që nuk e kupton synimin që kanë Rothschildet, Nat Rothschildi dhe Jared Kushneri, burri i saj. Dhe Trumpi nuk mund t'ju jap mesazh protestuesve që po ishni Ramën, po ja ku ju solla Berishën. Sepse ose grupin e tij, pavarësisht se Berisha mund të ikë dhe ta rilëshoj partinë siç e lëshoi më 2013-ën ke Sorosi me anë të Lulit, po mendoj ta mashtronte Sorosin dhe ta kontrollonte me këto falangat që ja kishte vënë Lulit mbrapa shpinë, dhe ata e goditën sepse atyre nuk ja u hedh dot të bësh lojë me ata, vetëm duhet të jesh ball për ball, burnor dhe pa i le duke jo thënë të vërtetat në sy, si buri dhe si trimi trimit. Tashi i them Sali Berishës, në qoftë se ja dërgon ndonjëri këtë postimin tim, se e di që i ndjekin të dy ata. I them largoj falangat nga ata fytyrat që janë shquar dhe njihen nga populli për besnikërinë ndaj te sa herë që në momente të vështira dhe në kohë krize, sepse je duke shtuar zullumin. Protestuesit nuk kanë nevojë për falangat e Partisë Demokratike, sigurisht për njerëzit e thjesht mund të vinë, ata që nuk njihen që janë elektorati i heshtur i Partisë Demokratike dhe që janë penduar që kanë votuar Partinë Demokratike, dhe po mos duam ne, ata do të vinë dhe madje dhe ndonjë prej tyre mund të ketë qenë në shesh. Por sheshi nuk është i mbushur me PD-n. Mos i jepni ngjyra të
bashkë me ta ulan ballën dhe me pësen, sikur aty ka dal opozita. Jo, aty ka dal opozita e qeverisë dhe opozita e opozitës zyrtare të Partisë Demokratike. Dhe po i them Sali Berishës, mos hidh benzin në zjarr. Shiko punën tënde, të riqi njerëzit, nuk ka nevojë aty të vinë njerëzit e tu që dije disa dolën me simbole dhe ti thua të vinë, po të vinë pa simbole. Nuk ka nevojë protesta, sepse do mbash përgjegjësi të rëndë në qoftë se situata agravon. Ka shumë armiq të Shqipërisë, po dhe këta që i qenë si miq, edhe që nuk janë dakord me këtë që po ndodh, se kontrollojnë dot vendin, mund të kenë interes që nga Rusia e der në lindjet mesme, e der në perëndim, mund të ketë shumë fuqi që duan të asgjësojnë protestën dhe mos u bëj vegël e tyre, boll të këqija i ke bërë vendit dhe po vazhdon t'i bësh, mos e shto, sepse para Edi Ramës mund t'i jesh ti personi më i rrezikshëm që do të ketë punë në të ardhmen politika e re, e cila do të fitoj pavarësisht nga shkopinjt që do t'i vini ti dhe Edi Rama. Kaq kisha, keni kujdes njerëz, hapni syt dhe jeni vigjilent.